Demokratike të Kosovës. Kërjen, me datën 31 janar ka pas një proces të rikonfirmimit apo të deklarimit të delegatëve të Këshillit Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës nëse e pranojnë dorëheqjen e dorëzuar nga Lumir Abdigjiku apo jo. Tash, ka ndodhur që kjo, pavarësisht që diferenca ka qenë e vogël, ka prevalu ideja që nuk pranohet dorëheqja e Lumir Abdigjikut. Edhe një vjet është Këshilli Përgjithshëm që ka me vendos emrin e kryetarit të ri të LDK-s ose kryetarit vjetër të LDK-s. Çka ju pengon për një vjet me konë krye të partisë edhe më mbledh edhe më organizu ju, edhe me thonë, okej, që të e dujmë. E para mas ati kuvendit të 31 janarit një kishim një parë zgjedhje. Prandaj reagimi jo ndërlidhet me rezultatin e këtyre zgjedhjeve që vinë bas 31 janarit. Edhe pse ne mund të flasim shumë për kuvendin e 31 janarit, i cili praktikisht ka bërë që ndarjet brenda LDK-s thellon akoma më shumë dhe madje me iniciativën e vetë kryetarit, duke identifikuar njerëzit të cilët sipas tij kanë votuar pro largimit të tij dhe ju e dini që më njëherë pas asaj në emrimin që është bërë nuk po e quaj zgjedhje e kryesisë qendrore sepse nuk është zgjedhje statutare, është një emrim antistatutari i kryesisë aktuale. Ajo mbledhje 31 janarit e ka miratu edhe një dokument që jep kompetenca të zgjeruara kryetarit. Jo, nuk mund të miratoj asë një kuvend, asë një organ i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk mund të miratoj autorizime dhe asë një dokument tjetër i cili bie ndesh me statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Statuti i Lidhjes Demokratike të Kosovës është akti më i lartë i brendshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pavarësisht faktit. Edhe nëse Këshilli Përgjithshëm e miraton te kalimin e tij. Pavarësisht faktit që kuvendi është organi që miraton statutin apo miraton edhe ndryshimet në statut. Derisa i njëjti është në fuqi, nuk mund të miratohet asnjë vendim, asnjë dokument, asnjë deklaratë e cila bie ndesh me statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj, ajo kryesi është antistatutare, 3 pozicionet e emrimit të 3 sekretarëve janë antistatutare, pavarësisht saj, neve po na intereson po aq sa kjo pjesa statutare dhe aspekti politik dhe aspekti i përfaqësimit. Dhe vrejmë që nga kryesia vjetër për fatin e cilës ne nuk dim nëse është shkarku, nëse i ka përfundu mandati, nëse ka dhënë dorëheqje, sepse ne kishim një kryesi në fuqi, e cila ka qenë në mandatin e saj, një kryesi... U largun vetë. E kishe Hikmetën e cila u largu vetë, apo? E kishe Gazin e cili dha dorëheqje, letra e cilit nuk u publiku kur. Apo, krejt që to? Me gjitha te janë 30 e sa antarë të kryesisë dhe jo gjithë kanë dhënë dorëheqje. 33 i dhanë mbështetje Lumir Abdigjikut paktën sipas një komunikate zyrtare. Po mirë, ajo ka qenë një mbledhje e kolegjumit të degëve. Po quhet kështu edhe pse në fakt kolegjumi i degëve as me statut dhe as me praktikën e cila është ndjek për vite me radhë që prej kohës së presidentit Rugova nuk është organ vendimmarrës. Mandej kemi pas aty dhe kemi kryetar të degëve të cilët asnjëherë nuk kanë mbajtur mbledhjet e kryesisë së degës për të nxjerrë një konkluzion mbi atë se nëse duhet të mbështetet apo duhet kërkohet përgjegjësi nga zoti Abdigjiku. Ne kemi edhe kështu. Është thonë që dega më e dobët e LDK-s, dega e dytë po revoltohet kundër Lumir Abdigjikut. Pra, flitet për degën tuaj si dega më e dobët që po kërkon largimin e LDK-s, ndërkohë ju jeni dega më e dobët brenda Prishtinës. Është familjon, fakti ka thonë zoti Abdigjiku dhe ai manipulon me shifra për faktin se ai ka shumë qartë cili është pozicioni degës së dytë të LDK-s. Dhe nëse e shohim, këtu kam edhe rezultatet normal, dhe nëse e shohim sipas përqindjes të votës për LDK-n, përjashton degën e 5 e cila ka 29% dhe përfaqëson pjesën e Malësisë, Gollakut dhe fshatra tjera të Gollakut, dega e dytë qëndron më së miri në Prishtinë me 27%, ndallim me degë tjera që me 26 dhe dega e tretë Kush udhëheq degën e 5? Udhëheqet nga Izet Sadiku, doktori. Izet Sadiku a ka mbajt mbledhje të degës? Me sa diun nuk ka. Pra, kur është shku me votu apo me qut dorën në mbledhjen e LDK-s, o shku pa i vetë çka mendojni ju
nën kryetar të degëve apo nën degëve, kryetar të nën degëve? Unë mendoj që pjesa dërmuese atyre njerëzve që kanë qenë aty a ditë paraprakisht nuk i kanë marrë mbledhjet e kryesisë së degës. Na kemi marrë mbledhjen e kryesisë së degës, kemi diskutuar për rreth 2 orë gjys, kemi votuar dhe në fund kemi dalë me qëndrimin tonë i cili ka qenë kërkesë për të hapë procesin e